Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, të gjithë pushtetshëm, Allahun azza wa jalla falenderojmë, paqet dhe bekimet e Allahut xhelle xhelalu qofshin më të mirë krijesave Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mi familjen e tij, mi shokët e tij dhe mbar ata që e pasuan dhe ta pasojnë atë deri në ditën e fundit. Elhamdulillah, këto mezhlise të japin kënaqësi të madhe, të japin një kënaqësi madhështore, ku gjithë secili prej nesh pra përgatitet për muaj më të rëndësishëm që po na vjen inshallah, mirësi, begati, natyrshmëri, vlerësi, që po na sjell Allahu azza wa jall pra muajin e Ramazanit. Ne kemi përmendur edhe në ligjëratat tona të vazhdueshme që ky është një muaj tjetërsimi, e tjetërson robin. Njeriu ose muslimani gjatë gjithë vitit has në probleme të shumta, bie në mëkate, me dashje apo pa dashje, se kështu është krijuar njeriu apo jo. Kështu ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe vjen për Allahu azza wa jall, ai që ka krijuar njeriu, ja sjell Ramazanin, që ta tjetërsoj njeriu, që të heqë dorë nga çka ka bërë gjatë 11 muajve. Të rigjenerohet një muaj të plot, duke u angazhuar me adhurimet që e veçojnë këtë muaj madhështor. Prandaj ky muaj, vëllezër dhe motra të respektuar, është një shans i artë për gjithë secilin prej nesh. Dhe shanset janë të rralla, pra shanse të tilla që të vinë, shfrytëzojnë maksimum se janë të rralla dhe nuk i dihet a do të përsëriten një herë tjetër këto shanse. Prandaj gjithë secili prej nesh që ka mangësi, ose ata që pinë cigare, ky është momenti ta largojnë, alhamdulillah. Ata që bëjnë vese të tjera, kanë fjalorin e keq, fjalorin e pisët, sjelljet e këqija, të ndryshojnë. Se tashi është momenti, tashi është çasti i duhur. Dhe mbesoni se kush ja kërkon Allahu xhelle xhelalu këtë me sinqeritet të plot, s'ka dyshim se do të arrijë qëllimin. Prandaj, le të jetë ky Ramazan, të nderuar vëllezër dhe motra, muaji i ndryshimit të madh për gjithë secilin prej nesh. Allahu na e pranoft, na e mundsoft, na pranoft adhurimet, ibadetet, na e lehtësoft agjërimin dhe qoftë ky Ramazan falje mëkatesh dhe largim nga zjarri i xhenemit. Për ne Allah është shpërblet me të mira dhe vazhdojmë